shokët e mi, shoqet e mia që jeni me radar. Në vitet e kalume, me 4 qershor është shënu dita e komunitetit shqiptar në Britani. Dita e këtij komuniteti që edhe në ditët tyne më të mira atje, për në autobus, edhe u nisën për me kontribu për këtë vend. Prej momenteve më të vështira që kishte vendi, deri te edhe këto ditët që ishim mirë, ishim rehat, erdhen prap me kontribu, njëjtë si mysafirja ime që une e kam sot në studio, që me gjithë përvojën edhe shkollimin që kishte në Angli, vendosi me ju kthy Prishtinës saj. Adelina Badivuku, për ndryshe, sot me reputacionin që gëzon në Angli, me shtëpinë e saj në një prej lagjeve më të bukura të Londrës, vendosi t'javnoj Chelsea edhe t'i kthehet Prishtinës, për shumë familje, për shumë gra, për kontributin ndaj vendit saj, ani pse gjatë kohës sa jetoj në Angli, vazhdimisht edhe shumë shpesh erdhë në Prishtinë, sepse kur nuk u rahatu me Londrën. Asnjëherë. Mirë se erdha Adelina Mirë se gjeta Badivuku. Edit. Faleminderit shumë për ftesën. Si e? Mirë, faleminderit shumë. Dita e komunitetit shqiptar në Britani, çfarë do të thotë kjo për juve? Interesant që e pas ka marrë tamam këtë emër, sepse një qershori festohet në Britani shumë. Organizatat shqiptare që në Britani mbledhen edhe festojnë ditën, festën e fëmijëve. Si rezultat, vikendi më i afërt i një qershorit është shndruar në një festë që mbahet në një park të hapur afër një lokalit me pronar shqiptar nga Prishtina. Edhe bëhet një festë shumë e bukur, jashtëzakonisht e bukur. Sa lezet. Ky komunitet është mbledh vazhdimisht bashk. Jo vetëm në data të caktume, ju keni pas edhe kafet e caktume. Atje plus shto këtu ka gjenerata të shkollume, ka fëmijë që tash fatbarësisht po shkollohen, sikur fëmijët e tu si art idea dhe shumë fëmijë tjerë të familjeve shqiptare, po edhe bizneset suksesshme, Adelin. Ju jeni taku gjithmonë në vendet ku pronarët kanë qenë shqiptar. Gjithmonë, tradicionalisht. Do të thonë prej atij komunitetit që mbretëm në Britani në mosh shumë të re, të mundu me gjetë stre mas pare. Shumë shpejt u shndrum në një komunitet shumë aktiv, edhe me biznese, po edhe me edukim, edhe me shkollim. Kemi mbrit tash në një fazë kur për 3 dekada gjeneratat e reja i kanë mbush plot spitalet me doktor shqiptar, avokat shqiptar, biznismen, natyrave të ndryshme, profesionet ndër më të mira, do me thonë jemi gjithkund. Që shkoj, Adelina, tash pa dasht me u kthy në ato momente të vështira, se veç fakti i shkputjes nga familja do thotë shumë. Cili vit ishte vendimi që e more, me kë u nise dhe ditë e para në një vend të huaj? Unë jam nis me datën 10 majt vitit 92, 3 javë mas i kom bu 18 vjetë, kom shku në Londër vetëm. Jom nis vetëm për shtëpisë, në aeroplan, kur kom rinë Beograd, në aeroplani kom taku edhe 3 shqiptare të tjera. Do me thonë kemi mrinë Londër edhe më ndjemi shpërnda. Si çdo fillim, nuk ka qenë lehtë, kom qenë pjesë e një komunitetit shumë të vogël, kryesisht rinia e Prishtinës, student në atë kohë, ose ka pas edhe dikush si unë që halon zonë se ka qenë, pa e përfundu shkollën e mesme. Edhe për një moment, restoranet në qendrën e Londrës janë mush me kamarjera dhe kamarjere, me fëmijë, me aspirata shumë të mëdha, rini, me ëndra shumë të mëdha, të cilët kanë kalu në profesionin e tyre të parë që ka qenë kamarjer. Kamarjer. Kur s'kena me haru, nuk e dija do të shkruaj ky profesion edhe në librat e historisë, po të gjithu gjetëm si këtu atje me profesionin e kamarjerit, po cilat janë sfidat sot që përballen shqiptarët në Britani, Adelin? Reintegrimi mbetet për shumë gjenerata, sidomos për ata që kanë ardhur më herët, sikur puna e gjeneratës tanë. Po. Shumë shpesh mendoj që frika nga asimilimi na ka majtë mbrapa neve si gjeneratë. Ka grupe të mëdha njerëzish, familje të tona, të cilat vazhdojnë me jetu të lidhur direkt vetëm me Kosovën, pa i dhënë vetes hapësinë edhe vend muri integru edhe atje. Për shembull, lajmet në televizionin shqip përcjellen, votohet në Kosovë, ka raste kur nuk votohet në Britani, ka raste kur lajmet kryesore në Britani nuk dihen. Unë mendoj që ky ka met një grup i vogël, sepse gjeneratat e reja kanë ndru shumë, por një dozë frikës tamë mbetet atë, që për me mujt me i dash të dy vendet, na duhet me qenë atje komplet integrum, gjithmonë me dashni edhe vend special për Kosovën në zemër. Për shembull me qenë një lagje e vogël, kresh shqiptar, komuniteti, se jo, sa është rujt gjuha, Adelin? Gjuha është rujt shumë,
është një prej tipareve kryesore të identitetit tonë, edhe tashme i pa gjyshet të cilat dalin me një pa me mbesa. Përveç fëmijëve tyre që kanë lindë në Britani, tash edhe po lind gjenerata tjetër. Me pa një fëmijë, një vajzë, një djalë 3 që është mjek e ka lindë në Britani e sot flet shqip kur ta shef emrin, por edhe me pa një fëmijë, një foshnjë në një karrocë që po e shtyn gjyshja derisa ajo po këndon diçka shqip, po këndon qingj i vogël. Domethënë gjuha përruhet shumë edhe duhet. Nëse e vendosim nësot një mimik që s'kishim dasht kur me pa, kur e kuptojnë që është shqiptar në Britani, cila kish me qenë ajo? Që s'kishe dasht me pa të reagim të ftyrës dikujt? Unë kom qef Britanest me na pa që shkemi. Po vazhdojnë me qenë damja midis shqiptar të këqij edhe shqiptar të mirë. Ata vetë po e marrin vendimin, edhe asnjëherë nuk e din njeriu kur të pyet dikush çka është etniciteti jote, i thu shqiptar, nuk e din çu shka me reagu. Po mundesh me pa prej atyne që prishin fytyrën, të tjerë që e kthejnë kokën anash deri te ata. Është shqiptar, kam qenë në Shqipëri. Është vend i mrekullueshëm. Domethënë ideja është me na pa se kur jo një popull që kemi ardhur si refugjat, po një popull që kemi sjell shumë edhe kontribuojmë në Britani. A mendon që jo më kot e kanë këtë reagim, ka pas ose ka grupe të caktuar që ndoshta i dhanë këtë identitet shqiptarëve, po flas, jo vetëm kosovarëve, po shqiptarëve në mbar Evropën, se di që e njëjta të lash është edhe në kryeqendra të tjera të botës për shqiptar. Kur bëhet ndarja midis kosovar dhe shqiptar, ka reagime të ndryshme, po flasim në shqiptar, në identitetin ton kombëtar, domethënë si shqiptar. Në Britani ka pas aktivitete kriminele për grupeve shqiptare, të cilat janë publiku, edhe si rezultat media vitin e kaluar sidomos e ka pas një kampanjë kundër shqiptarëve. Por na jemi ma shumë për sëmbari, apo? Ma shumë jemi grupi ma, se më kujtu tash Dua Lipa, Rita Ora. Absolutisht. Janë emra pa fund, janë shumë gra me profesionet të ndryshme. Po shoh që ka një pyetje shumë mirë të shkruar, thotë nëse do të bëj një serial në Netflix për shqiptarët në Britani. Cili do të ishte titulli dhe çfarë karakteri do të luaje ti? Titulli Dy drita për mu. Okay. Dy drita. Unë që shoh veten se një person me një fjalor në dorë, të ju mundu jo vetëm lingvistikisht, po të e gjetë gjuhën e përbashkët midis dy vendeve, me atë mallin edhe dashnin për vendin që më ka kriju, që është Kosova, edhe vendin që profesionalisht më ka aftësu edhe më ka bo personi që jam sot. Roli? Qaj o përkthyesja ose qaj personi që po mundohet mi gjetë gjuhën e përbashkët. Vetëm a ka zgjidhje në fund serialit ajo? Sigurisht. Ka ndërtimi i urave është qëllimi, kështu që po mendoj që. Ajo me rëndësi. Profesioni jot është i ndihshëm. Trajton telashe sociale që për fatin tënd ke taku edhe të familjeve britaneze, edhe të familjeve shqiptare. Adelina Badivuku është psikoterapiste familjare. Dhe je marrë Adelin me telashe edhe të fëmijëve përdorus drogave dhe dhunës në familje nga më të ndryshmet. Si atje, si këto. Ku dallojmë? Disa dallime ka. Shumë shpesh në problemet edhe në problemet familjare dhe të atyre natyrave ma sensitive si substancat, na jemi në denial, na nuk e pranojmë, na përpiqemi me justifiku ose me gjetë fajtorin. Ndërsa në qasjen perëndimore edhe në qasjen britaneze kërkohet zgjidhja. Do më thonë, kur vjen në një ambient si kur zyrja jam, gjanat qiten mbi tavolin, edhe kërkohet zgjidhja. Ndërsa në kulturën tonë ka shumë faktor, një nga prej tyre është stigma e lidhur me tona këto gjana, turpi, frika mos po e kuptojnë të tjerët, edhe si rezultat na konstante kërkojmë fajtorin, nuk e shikojmë ose kërkojmë zgjedhjen, solucionin. Do doja shumë me shfrytzu arsyem se jemi taku sot në studio Adelin me punën tënde tash prej sa kohësh në Kosovë. Ke taku raste nga më të ndryshmet. Dhe ke qenë afër shumë edhe të dënuarve, edhe të maltretuarave, grave, burrave. Çka thot një burr që dhunon? Ose që përdor dhunë, ç'a thot? Pse ti ke qenë përballë ti edhe ti ke pas mundësi me kuptu sa pishman është, si arsyeton, nëse arsyeton, ç'a thot? Javën e kaluar një burr që mbahet në burgun e Dubravës për krimin që ka bën ndaj gruas tij, dhunën e tmerrshme që ka bën ndaj gruas tij, është nitur pnum, ka filluar me çajt, edhe ka thonë që
kur në jetën tam nuk e kom mendu që gruaja jam po e humb tonat pesh sepse po ka frikë prej meje, nuk kom mujt me kuptu që po e friksoj aq shumë gruan që e du mas shumë ti botë. Edhe nga turpi ka dalë nga dhoma, nuk ka mujt me qëndru në grup. Për mu që ajo ka qenë zhvillim shumë i madh, ngritja e vetëdisimit që e ka kuptu që ka bo gabim, dhuna është zgjedhje, edhe ajo ka kuptu që ai ka zgjedh me qenë i dhunshëm, edhe është pendu shumë. Po një gra, më falë, se shumë histori të rënda, kur përmendim dëgjustan që i kemi burgjeve, e se dim që atje ka edhe njerëz të mirë, i përshëndesim shumë sot që përna ndëgjojmë. Po një grua që është largu nga shtëpia e saj, për shkak dhunës bashkëshortit, çfarë thotë sot? Ajo fala? Ajo shumë shpesh çuditet që ti po besohet, sepse sa herë ka dashur me bëhet këtë bisedë, është ndërprej fjala. Tash je martuar, tash je gru që ç'të duhet, është marrë, shuj, mos e kuptojnë, mos i thuj kërkujt, rri për hatër të fëmijëve. Të tona çtojnë porositë që ajo i ka marrë. Kur sot është në një shtëpi të sigurt diku në Kosovë, edhe një psikologe ulet përballë saj, edhe i jep hapësirë më fol, ajo gëzimin e parë ka, çudinë e parë ka që po besohet, tregimi i saj po besohet. Ai hapi tjetër që te na praktikohet ende kthimi në familje, sepse s'ka ku më shku kjo gru. Qëndroni kohë caktuar në një shtëpi sigurt, duhet më kthy në shtëpi vet prap. Është një diçka që është me plot frikë, me plot ankth, me plot panjohura për atë grup, gjithmonë me shpresën që do të bëhet më mirë. Ai ka mendru, do të bëhet më mirë. Si për herë, u gëzova që të pata në studio. Shumë faleminderit. Adelina është i pari shqiptar që neve në Londër na hapi dyert dhe na ftoi për me organizu mbrëmjen humanitare me ndihmu 45 familje që atëherë i kishim përsipër në Kosovë. Adelina ishte kur thirri në telefon, tha, po organizojmë një mbrëmje humanitare. Pas asaj u organizua një gala mbrëmje nga Adelina Badivuku për të njëjtat familje të radarit. Ato u prezentua në një projektor të madh në Londër dhe secili prej familjeve shqiptare në Angli mori përsipër nga një familje që vazhdojnë me ndihmu edhe çdo muaj ju çojnë të holla fal këtij zinxhiri që e lidhi e bashkoi Adelina Badivuku atje me shumë shqiptar. Pra tash e shumë vjet dhe Adelina kishte bashkë me Adnanin të pamundur me pranu se ne duhet flinim në një hotel ose në një Airbnb, ndryshe shkputej gjithçka nga bashkëpunimi që na kishim nëse nuk flinim në banesën në shtëpinë që kishin Adelina dhe Adnani dhe që kanë ende sot. Për ndryshe e vetmja shtëpi që mu mboni me besu që ka njerëz që 24 orë ndëgjojnë radio, ka qenë familja Badivuku ku ne dilnim hynim në atë shtëpi, ishte i lidhur me një iPad dhe me një box, kur nuk ndale, dinte 24 orë që ka shkonte në Radio Dukazhin, fatbarësisht na sot e kemi fatin me pas pjesë të stafit tonë, Adelina Badivukun me emisionin e saj çdo të mërkure prej orës 22 deri në orën 24. Sonte kasmaj. Sonte e keni mundeni me thirr live, me u konsultu, me fol me Adelinën edhe me shiju programin me shumë këshilla eksperienca të mysafirëve që i ka shpesh herë në studio. Faleminderit. Faleminderit shumë Edith. Faleminderit shumë.